As e vogël as e madhe, kështu është quajtur një nga bujtinat më të veçanta në qytetin e Ersekës. Një punë shumë vjeçare e familjes Çaushi, të cilët në vitin 2023 kanë hapur dyert e një bujtine mikpritëse që nxjerr në pa traditën kolonjare me arredimin dhe ushqimin. Robert Çaushin e njohin të gjithë në Kolonjë pasi ai është artist i pikturës dhe gdhëndjes së objekteve, çka e ka ndihmuar që në ambientet e brendshme të bujtinës të ketë edhe punët e tij personale, të vendosura në mure. Fillimisht Çaushi na tregon se si lindi ideja për të ndërtuar një bujtinë në Ersek. Që kur fillova ndërtimin, meqense se objekti ka qenë, kur e kam blerun, ka qenë ndërtesë e vjetër, i traditës, bile fasadën e kemi ruajtur origjinale siç ishte, fasadën brenda me gur. Meqense se ishte edhe në një vend të mirë, duke parë edhe lëvizjet që po bëheshin në zonën tonë edhe në qytet, që kishte kërkesa që vinin turistë, vizitorë edhe nga rrethet tjera edhe nga jashtë, më ngacmoi kjo ide edhe e fillova punën vetë. E fillova që me ndarjen e dhomave edhe deri në mobilimi i tyre. Ishte një kohë e gjatë, se çdo gjë e kam bërë vetë, bashkë me zonjën time dhe me djalin. Ajo që tërheq vëmendjen është emri i vendosur, një emër i njohur në folklorin shqiptar, por që i përshtatet mjaft mirë bujtinës. Për emrin që më pyete e kemi vrarë mendjen shumë. Është pak ngacmues, se as e vogël as e madhe është e njohur në gjithë vendin nga tradita, nga muzika, nga folklori jon. Mirë po, unë e bëra pak me cek, si e thonë kësaj pune, duke llogaritur që kjo ndërtesë nuk është as shumë e vogël, as shumë e madhe, edhe me koincidoj, edhe sikur me erdhi mirë, edhe ndjeva e kënaqësi derisa i përcaktova këtë emër. Edhe them se kam bërë mirë. Bujtina as e vogël as e madhe hapi dyert për klientët në vitin 2023. Vetë Çaushi tregon se fillimi ka qenë i vështirë, por turistët nuk kanë munguar. Në fillim ishte pak e vështirë derisa shikonin, po këto rrjetet sociale kanë ndikuar një çik më shumë. Duke parë edhe promovimin që i është bërë zonës tonë, që Kolonja po thuaj është vend i kërkuar për çdo turist. Filluan të vinë një nga një, kur erdhi i pari me radhë pastaj me njëri tjetrin, edhe jam i kënaqur nga puna, nga kërkesat që patën vjet. Besoj se si vjet, them se do të ketë edhe më shumë. Bujtina e ndodhur në mes të qytetit të Ersekës sjell për klientët disa dhoma të arreduara të gjitha në mënyrë tradicionale, ku mbizotron elementi i gurit dhe drurit, po ashtu ushqimi është pjesa kryesore që do të mbajë gjallë aktivitetin e po ashtu turizmin e zonës. Janë gjithsej 6 dhoma. Janë gjithsej 13 shtretër. Në frymë arredimin e kam bërë në gjërat e zonës tonë, çdo gjë me dru, që ti përshtatet traditës. Edhe tavanët janë me dru, kam punuar edhe rozetat e tavanëve janë me dru, të gjitha janë të zonës tonë, duke ruajtur arkitekturën. Deri diku jam munduar, por shikoj që duhet të rregulloj disa gjëra për t'i përshtatur më mirë. Gjatë kësaj kohe, bile këto ditë jemi në proces, për të krijuar një ambient poshtë për mëngjesin. Edhe këtë, që në fillimin e ndërtimit të ambientit, edhe arredimin, të gjitha në këtë frymë do t'i bëjmë, bile edhe ushqimi do t'jetë në tradicionali i zonës tonë. Ato që gatuhen në për fshatra, në për shtëpi, ato që kemi neve tradit. Me që kam dëgjuar edhe këto që kam përvojmë shumë në bujtinat në hotelet, pëlqejet shumë ushqimi jonë. Besoj se shumë shpejt do ta mbaroj, edhe do t'jetë në funksion. Besoj shumë shpejt. Robert Çaushi tregon se vizitorët e parë që janë akomoduar në këtë bujtinë kanë qenë italian, e si duket kanë sjellë mbarësi për aktivitetin. Krahas vizitorëve shqiptar duket se të shumt në numër janë edhe turistët e huaj, të cilët zgjedhin mes shumë destinacioneve të bukura shqiptare, edhe Kolonjën. Vizitorët kanë qenë të ndryshëm. Ka patur të vendeve të ndryshme, veç vendasit shqiptarët, turistët brenda vendit, ka patur edhe nga shtete shumë të ndryshme. Vështirësinë e kemi patur çik në komunikim, por
me shenjat, me nga kënaqësiana janë shprehur dhe besoj se kanë qenë të kënaqur edhe nga mënyra se si kanë shkruar ata pastaj. Ka patur francez, italian ka patur bilet prap. Edhe domethënë ata kanë bërë këmbë për herë të parë si vjet në janar 2 vizitorë që kanë patur, ishin italian. Ka patur jo shumë raste familjarisht, kanë patur tepër me shoqëri. Kanë ndendur një natë ose 2 net, edhe kanë udhëtuar nëpër qytete të tjera të vendit tonë. Kanë qëndruar të paktën një natë ose 2 net këtu. Si çdo prind, ajo që mendoj për të ardhmen është fëmia. Kështu shpreh Çaushi duke treguar se qëllimi i tij është që djali të vazhdojë aktivitetin familjar. Qëllimi im ka qenë që të arrinja të bëja diçka që e kisha menduar edhe ja arrita u kënaqa që bëra këtë tillë. Tash çdo gjë ose çdo puna jone është në funksion të djalit. Se ikën vitet, mosha edhe çdo gjë, si çdo prind, qëllimin e ka për t'i bërë diçka fëmijës. Tani deri në këtë gjendje që kemi bërë ne, besoj se ta vazhdoj djali, ta plotësoj, edhe ta ndjej edhe ai kënaqësinë e kësaj pune disa vjeçare, e ka edhe ai sedrën, e ka edhe dëshirën për të bërë diçka, edhe besoj se do të plotësohet më shumë. Kolonja është një nga zonat më të mrekullueshme që ka Juglindja, me atraksione të shumta turistike e kulturore që nxjerrin në pa traditën e veçantë kolonjare. Vitet e fundit kjo zonë ka hasur një zhvillim të madh të turizmit, e fatmirësisht ka edhe pika akomoduese mjaft mikpritëse dhe të ngrohta për të shndruar disa ditë pushimi.